Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Emigrantët shqiptar po kthehen në Greqi pasi kaluan festën e Pashkëve në atë dhe. Në pikën kufitare Kakavi është rritur fluksi i lëvizjeve këtë të hënë, por deri më tani situata është menaxhuar nga dy palët pa krijuar radhë pritjeje. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes kanë përpunuar 4577 shtetas në hyrje-dalje. Ndikimi i inteligjencës artificiale në gjuhë, media dhe kulturë do të jetë në fokus të shkollës verore që do të mbahet për herë të parë në qytetin e Gurtë gjatë muajit gusht. Është një organizim që vjen si bashkëpunim i dy universiteteve të Janinës dhe Gjirokastrës. Gjirokastra është kthyer në një prej qyteteve më të frekuentuara gjatë viteve të fundit. Atraksionet që ky qytet ka po preferohen nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj. Çdo vizitor që vjen në këtë qytet nuk mund të largohet pa vizituar monumentin me vlera historike, siç është Kështjella. Musineko Kalari dhe Krimtaria për fëmijë është aktiviteti organizuar nga Qendra Kulturore Fato Berberi. Në këtë organizim, pjesëmarrësit u njohën me jetën dhe kontributin e Musineko Kalarit. Ju njohim tani më gjërësisht. Emigrantët shqiptar po kthehen në Greqi pasi kaluan festën e Pashkëve në atë dhe. Në pikën kufitare Kakavi është rritur fluksi i lëvizjeve këtë të hënë, por deri më tani situata është menaxhuar nga të dy palët pa krijuar radhë pritjeje. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes kanë përpunuar 4577 shtetas në hyrje-dalje. Pas festimit të Pashkëve në vendin ton, ka nisur ditën e sotme kthimi e emigrantëve për në vendet e tyre të punës. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, deri më tani nuk ka radhë të gjata pritje për qytetarët dhe gjatë 24 orëve të fundit situata paraqitet e qetë. Në Shqipëri, në Lushnjë, ku do i festojmë? Në vendin ton, pa trillën ton. Tani I festuat me familjarët? Me familjarët. Pat Lushnjë këtë vit. Po, si që ka qenë vjetë, ka pak ndryshime, mirë është. Luam mirë fare, tash nuk themi të prapë. Në cilin vend të Shqipërisë? Në Luqë. Përgjithësi mirë. Me kë i festuat Pashkët? Me prindrit, burazeri, miqësia, kushurin, mirë. Tani po ktheheni? Tani po kthehemi vendi punës. Ku? Në Agrinjo. E Jurguçat, në Dropulli këtej. Kishit ardhur për Pashkët? Po. Me kë i festuat? Familjen. Sipas të dhënave gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes kanë përpunuar 4577 shtetas në hyrje-dalje, nga të cilët 2111 në hyrje dhe 2466 në dalje. Gjithashtu i lartë është edhe numri i automjeteve që lëvizin në kufi, ku gjatë 24 orëve të fundit kanë lëvizur 1587 mjete në hyrje-dalje, nga të cilat 702 në hyrje dhe 885 në dalje. Takimet elektorale kanë vijuar edhe gjatë fundjavës. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Mirela Kumbaro, u ndal në fshatin Shtëpës të njësisë administrative Picar, ndërsa drejtuesi politik për qarkun Vlorë, Bledi Çuçi, ishte në Delvin. Ndërkohë që drejtuesi politik i Partisë Demokratike Tritan Shehu ka folur për programin e kësaj force politike dhe veprimtarinë e 10 ditëve të para të fushatës. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Mirela Kumbaro, është ndalur në fshatin Shtëpës të njësisë administrative Picar. Kumbaro tha se në 11 maj duhet jemi sërish bashkë për të çuar përpara projektin ton për Shqipërinë europiane që kalon në për çdo fshat dhe njësi administrative. Shkoj prapë në Kolonj, ju e dini sa e vështirë ishte rruga atje. Dhe është bërë shumë mirë. E do vazhdoj. Me të drejtë kanë, po çojnë çik më tutje. Ndërkohë do nisim nga Progonati. Është rruga tjetër që lidh Progonac-Kolonj, dhe Golëmin që të duke e pa mundur të shkojet, ka filluar atje po bëhen kështu agroturizma, bujtina. Kur fillon ky zhvillimin e ndjek rruga. Ardhur Mirela Kumbarova, na gëzoi sëmbra, na qeshi nuri, miserre moj kapetane, gati kemi qenë nga herë kudo kemi ngritur flamurin. Kysheshit e udha ka pritur shumë burra.
Ata burra i rënë si male, që ndrojnë në këmbë. Ta male në sahale, sot ka ngritë në balë. Bitë e mirë të shtëpesit. Bitë e mirë të këti vëndi. Tutja t'i themi të ligës më leset këtë ku vëndi. Tutja t'u themi atyre që prishtë në Shqipëri dhe zjarë një vëndi shtaherë. Tutja t'u themi atyre që ngritën piramidat e famshme. Dhodhen paran, prishtë në ushtrin garancin tonë dhe bën hatan. Tutja t'u themi atyre që bën qametin, që Junanit i ranë gjunjë shqipën tokën dhe betin. Në 11 maj të këtij viti ne do t'u themi jo mete shali, jo shali barbari, jo shali tradhti, jo shali mbret se Shqipërinë e shet si pashaje sa të si mbreti Ahmet. Në këto momente historike ne duhet të jemi më të bashkuar. Këtë kemi bërë dhe ja të kemi. Sup në sup si malet rinë sheshin, këto të kemi. Ne duhet të lidhim besën, edhe këtë kemi bërë. Njëre kemi thënë, nuk është kelim malin të rrim si malin këmbë. Ne duhet betoni përpara flamurit dhe kombit. Edhe këtë kemi bërë, e kemi thënë me mira herë, e mira jartë kombit shqiptare, mira në artë në derë. Në këto momente historike ne duhet t'ja marrëm këngës. Mireles t'japëm zëmër, zëmër t'japëm flamurit, zëmër t'japëm shtëpezit, Kolonjës, Kolomit, Pisarit, Kaparelit, zëmër t'japëm Labris fitore, fitore dhe Labrit t'japëm Shqipëris. Falemderit. Rop Labëria! Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun Vlorë, Bledi Çuçi zhvilloi një takim elektoral me banorë të Delvinës. Bashkë me kandidatët për deputet Ardit Bido dhe Ina Majko, Çuçi kërkoi mbështetje me votë në zgjedhjet e 11 majit. Partia Socialiste vjen me një ekip për zgjedhjet e 11 majit me 3 delvinjot. Unë rastisa që isha delvinjot, sepse sigurisht unë vi si përfaqësues i kryesisë të Partisë Socialiste dhe përfaqësoj të gjithë Qarkun, por fakti që origjina ime është Delvina duhet të jetë absolutisht në favorin e Delvinës. Dhe e tha Arditi që ta shfrytëzojmë këtë gjë. Dhe unë pres që të më shfrytëzoni në këtë gjë. Transformimi i Shqipërisë është një realitet që nuk e mohon dot kush. As kundërshtarët tanë nuk e mohojnë dot këtë gjë. Arsyeja e dytë është ajo që ne do të bëjmë për Shqipërinë dhe për Delvinën. Arsyeja e tretë që pse do votojmë prapë Partinë Socialiste Shqiptarët është alternativa që kemi nga opozita. Imagjinoni, jemi 2025 dhe na shfaqet prapë si alternativë Sali Berisha. Arsyeja e katërt është Edi Rama dhe ekipi i Partisë Socialiste. Edi Rama që na ka bërë krenar, që i ka kthyer dinjitetin çdo shqiptari në arenën ndërkombëtare, që i ka kthyer dinjitetin Shqipërisë në Europë dhe më gjerë, dhe që me vizionin e tij, këmbguljen, vullnetin, ka arritur që ta bëjë Shqipërinë vend të gatshëm për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Arditin kam vetëm fjalë të mira, sepse është një profesionist i shkëlqyer, është një njeri i angazhuar me politikat pa qenë antar i Partisë Socialiste, po duke qenë një qytetar i përgjegjshëm dhe sigurisht një aktivist i veshur me aftësi profesionale që ka lënë mbres jo në Delvinë, jo në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Ina përbën një nder për listën e Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës, për atë që është ajo vetë. Dhe ajo që më pëlqen ke Ina është fakti që nëse ne të gjithë kemi barriera gjatë jetës për të ecur, për të rritur, për të zhvilluar në karrierë, Ina ka pasur mure, dhe ka ditur t'i shkatroj këto mure për të ecur përpara, për të gjetur rrugën e saj, por duke e ruajtur integritetin dhe dinjitetin e saj. Në vim të takimeve në Delvin, drejtuesi politik i Qarkut Vlorë, Bledi Çuçi zhvilloi edhe një takim me pensionistët. Çuçi tha se në 2030 pensioni mesatar do të jetë 400 euro, ndërsa pensioni minimal do të bëhet 200 euro. Ku ishim, ku jemi, ku do shkojmë. Pensioni mesatar në 2013, kur ne morëm qeverisjen, ka qenë 86 euro. Pensioni mesatar, 86 euro. Sot,
pensioni mesatar është 175 euro. Dhe në 2030, pra mandatin tjetër, kur të jemi edhe në BE, pensioni mesatar do jetë 400 euro. Pra e kemi rritur nga 2013 103%, do të arrisim më shumë se sa 120% brenda vetëm 4 viteve. 400 euro pensioni mesatar. Pensioni minimal do të çojmë 200 euro, nuk do ketë më pension nën 200 euro brenda këtij mandati. Inën e njoh pak, por mjaftueshëm për të ndjerë krenar që është pjesë e ekipit ton në qarkun e Vlorës. Në qoftë se ne kemi pasur të gjithë barriera në jetë për të kapërcyer për shumë arsye, që nga shkolla, që nga trajtimi, që nga diku me mësime mirë, diku me sportin, diku pa barriera, gjithë jetën kemi barriera që i kapërcejmë, gjithë jetën. Ina ka pasur mure dhe Ina ka ditur t'i thyej ato mure, t'i kapërcej ato mure, por ka ditur ta bërë me dinjitet, duke ruajtur dinjitetin edhe integritetin e vet. Dhe kjo është vlerë pa diskutueshme e Inës. Dhe kjo është vlerë e shoqërisë delvinjote që ka prodhuar një personazh si Ina. Kështu që zgjedhjen bëheni vet, ja ku jeni, mos dilni nga Delvina, e tha shumë mirë Arditi, mos dilni nga Delvina, unë ja u thash, na jepni 84 vota parlament, më jepni dhe Arditin në krah aty ke grupi parlamentar, dhe do vim ke varianti 2014 të varianti komisionit për Delvina. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër, Tritan Shehu, në një intervistë për RTSH Gjirokastra, ka folur për programin e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Pashtu ai është ndalur edhe te vota e diasporës dhe roli që do të ketë në qarkun e Gjirokastrës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Si vlerësoni zhvillimet e fushatës elektorale? Të deri tani me kuptohet, ë? Shiko, unë mendoj që kjo fushat ka disa nga tiparet e saj. Tipari parë është një program i shkëlqyer i paraqitur nga Partia Demokratike dhe nga zoti Berisha për daljen e Shqipërisë nga gjendja katastrofale që është sot, dhe pra është i vlefshëm dhe për qarkun e Gjirokastrës, për problemet e mëdha që ka, për këtë politikë të shtrëmbur që është realizuar, për këto qëndrime dhe veprime krejtësisht korruptive mbi të, që kanë bërë që këtu të shkatrohet ekonomia, të mbraktiset qarku, të shkatrohen institucionet sociale, të përzihen nga Gjirokastra institucionet e rëndësishme dhe Gjirokastrit të detyrohet të shkojnë deri në Vlorë, deri në Durrës, deri në Fier, anë Lushnjë, diku tjetër për shërbime me bazë. Pra bëhet mbi këtë element. Dhe përballë kësaj politike është padyshim programi i rivendosjes së vlerave dhe të hapësirave në qarkun e Gjirokastrës nga qeveria e ardhshme Berisha. Së dyti, padyshim, unë mendoj se me mua së bashku është një ekip i shkëlqyer kandidatësh për vërtet. Ekipi më i mirë që ka pas deri më sot qarku i Gjirokastrës. Është Alma, ju e dini, një vajzë këtu, është Arbeni, një personalitet, është profesor Bajrami, një figurë e shkëlqyer, është Maringdeni, një administrator jashtëzakonshëm, pra e njerëz me vlera të mëdha, për cilët s'ka shënë thot kërkush në qarkun e Gjirokastrës, edhe as në gjithë Shqipërinë, pikërisht për soliditetin e karakterit të tyre, vlerave të tyre, vizionit të tyre dhe aftësive të tyre. Së treti, unë mendoj se fatkeqësisht, e tha pak përpara, po është fatkeqësisht, kemi para një situatë shumë të vështirë. Një katandisje katastrofale të Gjirokastrës, një rënje popullsisë 45%, një shkatrim të lektorisë mbi 40%, një varfëri të thellë, institucione të shkatruara dhe njerëzit që braktisin Shqipërinë. Kemi një sistem korruptiv të jashtëzakonshëm. Kemi realisht njerëz të cilët kanë punuar vetëm për veten e tyre dhe kërkojnë të përdorin njerëzit për veten e tyre, siç është Lubia Kumbaro, e cila realisht e ka kthyer në një çiftlik të saj qarkun e Gjirokastrës dhe për të gjë do të përgjigjen thellësisht pas datës 11 maj. Pra, unë mendoj se kemi një situatë të tillë përpara, një situatë e cila e lidhur dhe padyshim me konjunkturat e përgjithshme politike edhe jashtë Shqipërisë, pa asnjë dyshim do sjellë fitoren dhe rotacionin politik kaq të domosdoshëm për vendin tonë në 11 maj. Por kemi një situatë tjetër. Realisht, kemi një tendencë për të terrorizuar njerëzit, nënpunësit, arsimtarët, mjekët, pikërisht nga regjimi dhe instrumentat e saj këtu, të cilët kanë frikë nga ndryshimi për të mbrojtur në këtë mënyrë veten e tyre si pasojë e gjunafe të zullumeve të mëdha që kanë krijuar
në qarkun e Gjirokastrës gjatë tyre viteve dhe kërkojnë të terrorizojnë, por nuk i terrorizojnë dot. Qytetarët janë të qartë. Ata që duhet jenë në terror dhe në frikën, ata që kanë bërzullume, ata që kanë krijuar të situatë, ata që kanë vjedhur, ata që janë lidhur me krimin, sepse padyshim do përgjigjen nesër. Ndërsa në qytetarët e tjerë, në punësit e ndershëm, në punësit e vërtet, por mos fole të padyshim arsimtarët, mjekët e shkëlqyer, arsimtarët e mrekullueshëm, fermerët të gjithë, vetëm do të korrin frutet e fitores së Partisë Demokratike, koalicionit tonë, mbas 11 majit. Diçka në lidhje me pikat kryesore të programit të koalicionit Shqipëria Madhështore. Shiko, programi është një program zhvillimi i ndarë në dy faza. Faza parë, faza emergjencës. Për daljen e vendit, padyshim me qarku i Gjirokastës, nga kjo situatë katastrofale që është sot. Ekonomike, sociale, represioni, shkeljet e drejtave që është sot në Gjirokastër. Unë mendoj që kjo është faza e parë që zhvillohet në 100 ditë e para. Tani me diçka, nuk do ketë pensionin në 200 euro. Do zhduket diferenca e pensioneve në fshat qytet. Pensionet më tej do shtohen 20% çdo vit. Pensionistët dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë do të marrin medikamente sigurta. Medikamente që merr qytetari në Francë, në Itali dhe nuk do kenë nevojë të paguajnë nga xhepi këtu për të marrë medikamente që nuk janë listë në rimbursimit apo që t'i sjellin nga jashtë. Jeni të bindur që rimbursimi i medikamenteve nga 40% që është sot do shkojnë 90-95% ashtu si është kudo. Jeni të bindur që shumë shpejt do të rivendoset stabiliteti në sistemin shëndetësor në qarkun e Gjirokastrës në Shqipëri. Shumë shpejt do rivendoset stabiliteti në sistemin arsimor. Arsimtarët, mjekët do të paguhen në mënyrë dinjitoze, ashtu si thuhet në programin e Partisë Demokratike. Shumë të qartë është ai program për këto gjëra, në mënyrë që ata të ndjejnë rolin e profesionit të tyre, mirëqenien e tyre. Fermerët 5 herë do shtohen subvencionet për bregtorinë dhe bujqësinë. Fermerët nuk do të marrin më subvencionet në mënyrë klienteliste nga Lubia Kumbaro apo nga dikush tjetër, apo në mënyrë politike apo korruptive, po do të marrin në bazë të prodhimit real të tyre dhe numrit të krerëve. Dhe nuk do kenë nevojë të kenë asnjë, po do mjaftohen me ID-n e tyre për të futur në listën e subvencionimit. Do të favorizohet prodhimi vendas. Gjirokastra, qarku ka hapësira të mëdha prodhuese në sektor veçanërisht sektorin blegtoral, në bujqësor, në sektorin artizanal dhe shumë sektorë të tjerë. Do të stimulohet prodhimi vendas. Në Shqipëri do stimulohet Made in Albania, duke dalë nga politikat thjesht shkatruese dhe antikombëtare të Ramës, të Ballkanit të hapur që stimulon që me masat që morën këtu dhe me krijoi vetëm stimuloi prodhimin serb dhe prodhimin të tjera duke shkatruar prodhimin vendas. Pra ka shumë elemente të tillë. Për herë të parë voton diaspora. Sa do të ndikojë vota e saj në qarkun e Gjirokastrës? Është një arritje që ne kemi arritëm të imponohemi për votimin e votës e diasporës nga jashtë. Është një arritje për Shqipërinë. Unë mendoj se vota e diasporës është një votë e cila do të jetë për ndryshimin e Shqipërisë, për daljen e Shqipërisë nga ky regjim që është sot, një regjim i vërtet, i papranueshëm dhe i paimagjinueshëm për atë diasporë tonë që e tëra pothuajse totalisht jeton në vende demokratike. Vota e diasporës duhet për ndryshimin, për liritë, për zhvillimin ekonomik dhe për një tjetër, dhe për dy gjëra tjera desha them. E para, që t'i hapi rrugë edhe rikthimit të një pjesë të saj që aspiron të kthehet në Shqipëri, duke gjetur një ambient të vërtet ku mund të investohet siç ishte, siç filloi të ndodhi mbas vitit 2005, por dhe për të ndihmuar familjarët e tyre këtu, që jetojnë më mirë, të kenë një shërbim mjekësor më të mirë, të kenë një shërbim social më të mirë dhe mos kenë nevojë ata të dërgojnë ilaçe pastaj që nga jashtë këtu apo gjërat e tjera. Ndikimi i inteligjencës artificiale në gjuhë, media dhe kulturë do të jetë në fokus të shkollës verore, që do të mbahet për herë të parë në qytetin e Gurtë gjatë muajit gusht. Është një organizim që vjen si bashkëpunim i dy universiteteve, Janinës dhe Gjirokastrës. Gjuha dhe inteligjenca artificiale do të jenë në fokus të shkollës së 6 verore që Universiteti i Janinës dhe i Gjirokastrës do të zhvillojnë në periudhën 25-28 gusht. Ky event vjen për herë të parë në qytetin e Gurtë pas organizimit dhe në disa shtete të ndryshme nga shoqata e alumnit të Universitetit Veron Ndërkombëtar, Gjuha greke, kultura dhe media. Tema kryesore e këtij eventi është gjuha dhe inteligjenca artificiale. Është një fushë që ka një zhvillim të madh ndërkombëtar
dhe është një shans i veçantë për komunitetin e Gjirokastrës që të ndjeki punimet e kësaj shkolle verore, që të thellojnë sa më shumë në inteligjencën artificiale, e cila do të bëhet pjesë e jetës sonë. Nga pala organizuese do të marrin pjesë 70 studentë dhe pedagog, ndërkohë që nga Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek në Universitetin e Qrem Çabej si partner kryesor, bëhet e ditur se aplikimet për pjesëmarrje janë të hapura deri në datën 4 maj. Mund të marrin pjesë studentët e bachelorit, të masterit, doktorantët, mësuesit e shkollave, intelektualët e zonës, të cilët interesohen që të thellojnë njohuritë e tyre mbi inteligjencën artificiale, do të referojnë pedagog edhe doktorant të fushës nga universitetet të ndryshme të Greqisë, po edhe nga universitetet e Shqipërisë. Ftojmë të gjithë ata që interesohen ose të ndjekin punimet e shkollës verore, ose të marrin pjesë me referenca në këtë event, të paraqesin punimet e tyre dhe interesin e tyre në faqen zyrtare të Universitetit të Gjirokastrës deri në datën 4 maj. Të gjithë ata që do të bëhen pjesë e kësaj eksperience do të pajisen me certifikat pjesëmarrje dhe material edukativ. Gjirokastra është kthyer në një prej qyteteve më të frekuentuara gjatë viteve të fundit. Atraksionet që ky qytet ka po preferohen nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj. Çdo vizitor që vjen në këtë qytet nuk mund të largohet pa vizituar monumentin me vlera historike siç është Kështjella. Fal vlerave historike dhe arkitektonike që mbart Kështjella e Gurtë e Gjirokastrës, është atraksioni kryesor i qytetit, i cili vitet e fundit po pret një numër të lartë vizitoresh vendas e të huaj. Turistët e huaj janë ata të cilët vinë për herë të parë dhe ngelen të mrekulluar nga qyteti dhe nga ky monument i veçantë. Vi nga Brazili, sapo kemi ardhur këtu dhe çdo gjë është e mrekullueshme në këtë kështjellë. Për ne është era e parë që po e vizitojmë. E kemi parë në rrjetet sociale këtë vend dhe vendosëm ta vizitojmë. Unë jam nga Londra, është një qytet i veçantë dhe me një arkitekturë të mrekullueshme. Është era e parë që vi këtu. Kam qenë në Tiranë dhe Berat. Ndodhemi në Kala tani dhe po shikojmë e njohim nga afër historinë dhe vlerat e saj. Do ta rekomandoj te miqtë e mi. TikTok, Instagram. Qyteti i Gurtë me të gjitha sitet dhe vendet e larmishme që ka, është një prej destinacioneve më të vizitueshme që çdo kush preferon ta frekuentojë qoftë edhe për një ditë të vetme. Ardhja e turistëve dhe zhvillimi që po merr vendi nga viti në vit po bën që të ndikojë pozitivisht në ekonominë e Shqipërisë. Çdo vit shtohen paketa turistike, shtohen të ardhurat dhe shërbimet, çka bën që turizmi të jetë një industri në rritje. Gjatë viteve të fundit, turizmi po bëhet një prej sektorëve më të rëndësishëm dhe në rritje për ekonominë e Shqipërisë. Pedagogja e ekonomisë Antonieta Polo u shpreh se turizmi është rritur ndjeshëm duke arritur në 365 ditë të vitit. Turizmi është një nga degët e ekonomisë shqiptare që ka marrë zhvillim të madh vitet e fundit, krahas sektorit të ndërtimit. Të gjithë jemi koshient që edhe në rajonin e Gjirokastrës turizmi është zhvilluar me ritme të shpejta. Madje kemi arritur që të kemi jo vetëm turizëm në sezonin e verës, por edhe turizëm në dimër. Kuptohet në shifra të pakta, por gjithsesi nuk ka pushuar ndonjëherë Gjirokastra së prituri vizitor. Dhe tani me ardhjen e pranverës kemi një zhvillim, pra një rritje të madhe të numrit të turistëve, qofshin ta vendas apo të huaj që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës. Turizmi ka fuqizuar në mënyrë të dukshme ekonominë e vendit, duke kontribuar në shtimin e të ardhurave dhe rritjen e shërbimeve, ndërkohë që qeveria ka marrë dhe masat e duhura për strukturat akomoduese që presin turist, të cilët janë kryesorët që ndikojnë në ekonominë e vendit. Ardhurat që sigurohen nga turizmi dhe për të luftuar informalitetin në sektorin e turizmit, qeveria mori një masë për sa i përket vendosjes të shfrytëzimit në një përqindje të caktuar të kapacitetit të strukturave akomoduese, hoteleve, bujtinave, apartamenteve. Dhe konkretisht vitin e nda në 2 periudha, në periudhën e bumit turistik që fillon nga 1 maj deri më 30 shtator, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, kapaciteti nuk duhet të jetë kapaciteti deklaruar, nuk duhet të jetë poshtë 65%. Turizmi për Shqipërinë është konsideruar si një industri në rritje, i cili duhet të promovohet për gjatë gjithë vitit dhe në momente të ndryshme të vitit.
Musine Kokalari dhe Krimtaria për fëmijë është aktiviteti organizuar nga Qendra Kulturore Fato Berberi. Në këtë organizim, pjesëmarrësit u njohën me jetën dhe kontributin e Musine Kokalarit. Më shumë rreth vajzës Gjiro Kastrite, disidentes Musine Kokalari kanë mësuar fëmijët e Qendrës Kulturore Fato Berberi në një aktivitet të organizuar në muzeun dedikuar asaj. Me emrin Muza, fëmijët morën informacion rreth krijimtarisë së saj letrare duke u fokusuar tek ajo për fëmijë. Ne kemi ardhur në muzeun e Kokalarit që të bëjmë një aktivitet dhe të shikojmë se çfarë vlera të bukura ka bërë Musine Kokalari dhe çfarë vepra ka bërë ajo. Qëllimi kryesor për të cilin ne kemi ngritur këtë memorial është ai edukativ dhe kjo më së shumti u shërben brezave të cilat poriten. Ne mund të mësojmë shumë nga Musine Kokalari, sepse unë e them shpesh, Musine Kokalari nuk është një figurë historike. Musine Kokalari është një figurë aktuale, përderisa shoqëria jonë aspiron sot për të njëjtat ideale për të cilat ajo aspironte 80 vjet më parë. Dhe këtë shoqëri do ta çojmë përpara sigurisht këta të rinj, të cilët do edukohen me ndjenjat e demokracisë, të lirisë intelektuale dhe të lirive individuale, ato që aspironte Musinea. Gjatë aktivitetit, fëmijët inskenuan pjesë nga krijimtaria e Musine Kokalarit, ndërsa u këndua edhe kënga Ninulla e Djepit që mban autorsinë e saj. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.